të kuvendit. Zoti Zemaj, shkurtimisht edhe një pyetje nga zoti Spahiu, për ju edhe do t'i lirojmë. Në dispozitimin e publikuar nuk shkruan as që duhet jetë i listës sërbe, domethënë grupit pa të madh mesin e serbëve, e as që nuk shkruan që duhet të po mundoj rivotohet Emilia Rexhepi në këtë rast. Domethënë, kështu që në të dyja këto gjykata kushtetuese nuk ju ka jap të drejtë, domethënë juve. Pyetja shtrohet nëse do të vendoset përsëri në votim Nena Drashić, a do ta votoj LDK-ja apo jo? E para, ne nuk kem kërku në asnjë të drejtë që ju e potenconi, dhe as nuk jemi palë në këtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ne kemi kërku që zgjedhja e nënkretarëve të kuvendit nuk ka qenë ndarë asnjëherë, domethënë në praktikën tonë parlamentare, vetëm kur ka pas konsenzus nga një subjekt i cili nuk e ka pas emrin dhe e ka sjell në seancën e radhës. Ju e dini, nëse zgaboj zotri Spahiu është aty apo se nuk e pas. Zoti Spahiu, Nezmettin Spahiu, po. Po, Nezmettin Spahiu, përshëndes edhe Nezmettin Spahiun. Mendoj që ju e dini edhe nga praktika e së kaluarës që nënkretarët nga komunitetet tjera janë zgjedhur bashkërisht. Tash qëllimi i cili ka derivuar nga kjo ndarja e përzgjedhjes, apo edhe ajo shterja siç egzaurimi i emrave, ajo ka përbërë edhe shkelje kushtetuese dhe këtë e thotë edhe vetë në gjykata kushtetuese. Se paramendoni një situatë hipotetike, dikush nga grupe tjera të ishte në pozitën e kryesuesit seancës sipas moshët dhe ti egzarante 48 deputetë të lëvizjes vendose kujt do të vinte radha dhe prapë i takon grupit parë politik. Domethënë këto lojna që janë bua nuk janë krejt të shkruara zotri Spahiu në kushtetutë, sepse Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk i parasheh të gjitha situatat, por në mënyrë eksplicite tregon ndarjen e këtyre pozitave, duke i garantuar komunitetit serb si etnitet në Kosovë, si etnitet kushtetues që ta ketë pozitën e nënkryetarit. Jo si dëshira jona, se dorën zemër po të ishte dëshirore, unë e kisha konsideruar të votës e jo të atë si pjesë e garancisë. Andaj, në pyetjen e juaj se a do të votojmë në emrat e përveçëm, ne nuk e kemi lidhur emrat e përveçëm asnjëherë as televizës vendose, ju e dini qëndrimin e LDK-s. Ashtu siç nuk i lidhim as emrat e përveçëm që vinë deputet nga komunitetet serb, por duhet të ketë një shumicë e cila sipas asaj ju takon. Sepse e keni patë grupe tjera etnike dhe ju e dini, mënyra e rotacionit, se nuk është vetëm një grup etnik, ka rom, ashkali, egjiptian, turq, dhe ata edhe në rregullore futet ai shorti, sepse mund të kenë mos pajtushnëri. Po te grupi etnik serb ne duhet jemi real, nuk ka si përzgjedhje, mendoj përzgjedhje të përveçme, sepse duhet të ketë përfaqësim. E kur të ka përfaqësim, atëherë i takon edhe fatkeqësisht në këtë rast që nuk na pëlqen fare neve, i takon edhe nominimi. Mirë, zoti Zemaj, të falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë. Faleminderit, të fala dhe ju përshëndes, kërkoj falje se pak në shpejtësi dhe në kushte jo të mira isha pjesë e këtij debati. Megjithatë, të falenderoj shumë, sipërherë zoti Zemaj. Po, zoti Shala, po. Plotësisht drejt po mendoj atë që ishte duke